Para disa ditëve ka ndodhur një veprim i çuditshëm i këtij sistemi të diskutuar të drejtësisë të Maqedonisë. Një 73 vjeçar nga Tanusha, të cilit në vitin 2007 i është ngritur një akt akuz për armbajtje pa leje, e më pas në vitin 2024 i aktivizohet kjo akt akuz me 17 vite vonesë. Aktualisht, në vitin 2026 kanë ardhur dhe e kanë marrë të njëjtin, e kanë dërguar në burg. Po në shut që kanë morë, më konë ditë të mërkur, me 28-in, porën, kanë orë të, edhe në kanë thejë që duhen me morë. Pra, në vitin 2007, gjatë një bastisje në shtëpinë e zotriut, i cili është babai juaj, është gjetur një armë, Po, e cila e keni gjetur ju në mal më parë. po ashtu, konë, e kanë gjetë armën edhe në kanë rrëthëkuat i neve ketve edhe e kanë morë, edhe e kanë qitë të rinalë dikon të erit të Karaulla, dikon 17 vjetë i ka e punë, se kanë likë për kosheq. Ma 17 vjetë e kanë aktivizuat atë punë. 2024 e kanë asit, na s'kina pas që është mundësi me mora as avokat as kërgjumë. Pra, 17 vite në presion dhe pasiguri juridike, ky 73 vjeçar ka qëndruar nga viti 2007 duke mos pasur asnjë seancë gjyqësore deri në vitin 2024. Një shkelje e vërtetë të drejtave të njeriut, pasi i njëjti nuk ka pasur procedurë. Për 17 vite, në vitin 2024, fillon procedura gjyqësore, shkon i njëjti pa informacion të plot dhe dënohet. Tani në vitin 2026 i njëjti gjendet në burgim. Deri në vitin 2024 asnjë akt akuz nuk e ka pas nga ana e xhexhit. Kështu Refiki ka dalë lirshëm, ka kaluar edhe kufi, s'ka pas asnjë problem deri më tash. Por në vitin 2026-28 janar, tash të prapë kanë marrë, kanë çuar në burgun e Shutkës. Këtu është një shkelje e rëndë të drejtave të njeriut, ku sipas neni 6 të Konventit Evropian për të drejtat e njeriut, e drejta për gjykim brenda afatit të arsyeshëm. Gjykata Evropiane e Strasburgut e konsideron këtë një shkelje kur autoritetet janë pasive, procedura zgjatjen e mëruar pa justifikuar, personi jeton nën viten në pasiguri juridike. E çuditshme, kërkohet reagim i opinionit dhe një e drejtë për të njëjtin për këtë mos gjykim për 17 vite. Urojmë që të merren parasysh gjithë kjo intervistë dhe të ketë reagime nga opinioni. Po babaja më i smut, pa qare me reagu diçka që me liru. Ja bërë shtëpia, kja të qish me ja bo. Se s'munët aja të, s'munët me nejtë.